Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Një ditë prej ditësh, një njeri, bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët, dolën në udhëtim. Në rrugë, takuan një njeri duke pritur dhe e pyetën se kush ishte. Ai u përgjigj: "Unë jam pasuria." Njeriu pyeti bashkëshorten dhe fëmijët nëse e lejojnë të hyjnë në automjet me ta. Të gjithë njerëzit u pajtuan dhe thanë se me pasuri mund të blejnë çdo gjë dhe vazhduan rrugën. Në rrugë, sërish takuan një njeri dhe e pyetën kush ishte. Ai u përgjigj: "Unë jam pushteti dhe pozita e lartë." Babai pyeti fëmijët dhe bashkëshorten nëse e lejojnë të futet në mjet me ta. Të gjithë njerëzit u pajtuan duke thënë se me pushtet dhe pozitë të lartë jemi në gjendje të bëjmë çdo gjë. E morën dhe kësaj vazhduan rrugën, duke takuar njerëz të shumtë, me të gjitha kënaqësitë e kësaj bote, derisa takuan një njeri dhe babai e pyeti: "Kush je ti?" Njeriu u përgjigj duke thënë: "Unë jam feja." Të gjithë thanë se tani nuk ishte koha e tij. Ne duam këtë botë dhe kënaqësitë e saj, kurse feja do të na privojë nga shumë kënaqësi të tjera, do të na kufizojë dhe të na obligojë me mësimet e saj, me hallale dhe harame, me namaz, agjerim, dhe kjo do të na rëndoj shumë. Mirë po, ka gjasa që të kthehemi tek ti përsëri, pasi të shijojmë të mirët e kësaj bote. E lanë dhe e vazhduan rrugën. Papritmas në rrugë hasën pi kontrollin e policisë dhe shenjën ndal. Një njeri i bëri me shenjë babait që të ndalej, kërkoi që të zbriste dhe të braktiste makinën. Babai i tha: "Udhëtimi yt mori fund. Zbrit dhe eja me mua." Babai mbeti i shtangur dhe nuk foli asgjë. Njeriu tha: "Unë kontrolloj për fen. A ke fen me vete?" Babai ja ktheu: "Jo, e lash rrugës. Më lejo të kthehen dhe ta marr." Njeriu i tha: "Jo, këtë kurse si nuk mund ta bësh. Udhëtimi yt me kaq përfundoi dhe kthimi yt është i pamundur." Në këtë rast babai i tha: "Mirë po unë në makinë kam pasurinë, pushtetin, pozitën, bashkëshorten, fëmijët." Njeriu i tha: "Ata nuk do të bëjnë dobi, asgjë tek Allahu fuqiplot. Të gjithë këta duhet i lësh dhe askush nuk do të bëj dobi përveç fesë, të cilën e ke lënë në rrugë." Babai e pyeti: "Po kush je ti?" "Unë jam vdekja, për të cilën ke qenë i pakujdesshëm dhe nuk e ke llogaritur fare." Babai shikoi në drejtim të veturës dhe pa se makinën në vend të tij po e drejtonte bashkëshortja. Vetura nisi të lëviz për të vazhduar udhëtimin bashkë me fëmijët, pasurinë, pushtetin dhe pozitën, dhe asnjëri prej tyre nuk zbriti. Allahu i lartësuar thot: "Thuaj, nëse etrit tuaj, bitët tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë dhe shtëpitë ku e ndjeni veten rehat, janë më të dashura për ju se sa Allahu, i dërguari i tij dhe lufta në rrugën e tij. Atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin, dënimin e tij. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur." Surja Teube 24. Gjithashtu thot: "Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese." Surja Ali Imran 185. O Allah, na bëj prej banorëve të xhenetit. Amin.